Numër 1, çka duhet me arritën në bindjen e Allahit është me shtuet bindjen tek Allahu Azza wa Jalla, dhe kjo nuk duhet më konë një çështje që njeri preokupohet me ta në fillim të udhëzimit veç. Bindja nuk ban më lën anash në Allah. Kur s'mundesh me përfshin Allahin Azza wa Jalla. Dija për Allahin është shumë e madhe. Edhe dija më e shejtë që ekziston. Tauhidi është çështje shumë e madhe. Edhe kjo është dije me të cilën duhet mirët robi i Allahut gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës. Për çfarë arsye? Se nuk nalet shejtani në sulmet e tina, me vezveset e tina, të dashtë më munue me lloj-lloj kurtha, me lloj-lloj skena, një ti paraqet vetëm e vetëm që ti krijosh një imazh negativ ndaj Allahut Azza wa Jalla. Gjë që e cila pastaj ndikon në mënyrën se ti çu e percepton Allah.